Pas më shumë se 4 vjetësh, pa asnjë njohje të re, Kosova ka marrë konfirmimin zyrtar të njohjes nga Republika e Kenjas. Lajmin e bëri të ditur fillimisht ish-ministri i jashtëm Begjet Pacolli, i cili publikoi pamje nga ceremonia ku presidenti i Kenjas, William Ruto, firmosi vendimin. Pak orë më vonë, edhe presidentja Vjosa Osmani konfirmoi njohjen duke cilësuar atë si rezultat të një angazhimi të gjatë diplomatik. Përgjatë këtyre viteve kemi zhvilluar disa takime të rëndësishme me të dhe në të cilat njohja e Kosovës ka qenë tema kryesore e diskutimeve. Presidenti Ruto vazhdimisht siguronte popullin e Kosovës se vendimi për njohjen do të merret shpejt, bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe në sakrificën e gjatë të popullit tonë. Një mirënjohje e veçantë shkon për të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Falënderim të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm të ish-presidentit dhe ish-ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Begjet Pacolli. Pacolli ka shkruar se për njohjen nga Shteti Afrikan ka lobuar që nga viti 2009. Presidenti William Ruto i qëndroi fjalës së dhënë në vitin 2016. Ai e vizitoi Kosovën në vitin 2019 dhe ndjeu fuqinë dhe vendosmërinë e popullit tonë. Në vitin 2023, gjatë vizitës sime në Nairobi, ai e bëri hapin e parë duke njohur pasaportat tona. Sot, në një ceremoni madhështore, ai e tha me zë të lartë: Kosova është shtet i njohur nga Kenya. Kenya bëhet shteti 118 që ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Njohja e fundit është nga Izraeli, e cila është siguruar nëpërmjet marrëveshjes së Washingtonit e arritur me 4 shtator 2020.